Sergio Conceição ka marrë drejtimin e Al Ittihadit që javën e kaluar, por vetëm sot bëri debutimin e tij në ndeshje zyrtare në pankinën e klubit në Arabinë Saudite dhe për Mario Mitajn nuk ka qenë një lajm i mirë. Ashtu si paraardhësi i tij Laurent Blanc, edhe Conceição ka vendosur të mbajë mbrojtësin e kombëtares shqiptare jashtë listës së ekipit për ndeshjet e kampionatit. Kështu mbrojtësi i majt është stërvitur rregullisht me ekipin, por nuk ka qenë në protokoll për ndeshjen e luajtur dje në Riyadh ndaj Al Haifa, e cila u mbyll me shifrat 1-1 pasi Benzema humbi penallti në minutën e 88. Lënia jashtë e Mitajt në këtë sfidë, ashtu si në të mëparshmet, vjen për faktin se në Arabinë Saudite mund të përfshihen në protokoll vetëm 8 lojtarë të huaj. Rajkovic, Danilo Pereira, Kanté, Fabinho, Diaby, Benzema dhe Bergwijn ishin të huaj titullar dje te Al Ittihad, ndërsa Doumbia u aktivizua në pjesën e dytë nga Conceição në këtë duel. Nëse situata nuk ndryshon, për Mitajn do të jetë një problem i madh aktivizimi në radhët e Al Ittihadit në muajt në vijim, deri në ndeshjet e radhës së kombëtares, ku përjashtim mund të bëjnë vetëm duelet e Ligës së Kampionëve të Azisë, ku nuk ka kufizim për të huajt në radhët e skuadrave.